nga një gjykatës, nga një prokuror i pavarur dhe nuk u qua një njeri me pushtet politik përpara një gjykatësi të pavarur, se kështu pushkatime dhe varje në litar me gjykata të komanduara nga regjimi përkatës, qoftë monarkika, qoftë komunist, ka pasur plot. Unë po flas për prokuror gjykatës të pavarur. Si shpjegohet kjo? Kjo shpjegohet sepse unë dhe skuadra ime vendosëm diçka që nuk ka bërë askush më parë. Vendosëm t'i dorëzojmë drejtësisë shpatën e ndëshkimit. Shpata e ndëshkimit ka qenë historikisht në duart e pushtetit politik, që e ka përdorur për të bërë edhe në thonjza drejtësi, duke goditur kë ka pasur oreks të godas dhe duke mbrojtur me shpatë kë ka dashur të mbrojë. Se këtu ka ndodhur, imagjino të ndodhte sot, imagjino sikur të ndodhte sot, që të mblidhej këtu poshtë drejtares time një popull i tërë dhe nga kjo zyrë të jepej urdhri për të qelluar dhe të qelloheshin me plumba të vërtet, jo me plumba manovrash, po me plumba të vërtet, në mish njerëzit dhe të vdisnin, preshin paqe. 4 vetë, totalisht të pafajshëm, totalisht të parrezikshëm. Dhe prokurori, Spaku në këtë rast, po si ishte Spaku, po imagjino tani Spaku sot, të lëshonte urdhra arresti për një numër personash, përgjegjës për gjithë procesin e administrimit të protestës, dhe unë të jepja urdhër drejtorit përgjithshëm të policisë që t'i thoshte Spakut hec. Nuk arrestohet askush. Pra, me forcën e policisë të merja në mbrojtje persona që i kërkon Spaku. E imagjinon do të këtë për shembull ndodhi sot. Po kjo ka ndodhur në Shqipëri, mor miku im, ka ndodhur në Shqipëri jo para 100 vjetësh. Po ka ndodhur në Shqipëri shumë pak kohë më parë. Përpara natyrisht se sa unë të vija këtu në këtë zyrë. Si shpjegohet kjo? Që tani duket kaq e pamundur. Kush e bëri këtë? Kush e bëri? Na ra nga qielli kjo? Na ra nga qielli apo e solli Amerika me aeroplan ose Europa me vapor? Këtë e bëri ky që shef këtu, bashkë me ata që shkruajtën reformën drejtësi dhe ata që e votuar reformën drejtësi me vullnet të plot, jo ata që erdhën zvarë për ta votuar, po ata që e votuar me vullnet të plot. Se Altin Dumani, për të cilin kam shumë respekt për hir të vërtetës, dhe cilit ja kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qenerisë që i turret për ta vënë në presion, ka qenë aty prokuror i Republikës Shqipërisë, edhe ata të tjerët që janë sot Spak, aty kanë qenë. Por nuk kanë pasur fuqinë që kanë sot, sepse shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë, mor zotri. E mbante kush rrinte në këtë zyrë dhe e përdorte për hesabet e pushtetit të vetë. E mbante pushteti ekzekutiv shpatën e ndëshkimit, atë shpatën që ka, se kam këtu me vete, zonja e drejtësisë, figura. Ka shpatën në dorë, ka peshoren e drejtësisë, ka dhe sytë të mbuluar për të qenë totalisht e paanshme. Unë i dorëzova shpatën për të bërë këtë që po bëjnë. Pa tjetër.
Sepse kjo është e vetmja rrugë, nuk ka një rrugë. Sigurisht që kjo ka koston e vetë. Po pse kur bëm në reformën drejtësia, ishim vetëm në pushtet? Po pse si mendon ti? Kur unë thosha, duam një forcë të pavarur që të luftoj korrupsionin, majtas e djathtas, shoj vetëm drejt, po kush ishte në pushtet? Stamo du mua, apo e bëra reformën drejtësi për të hikur pastaj për të marrë me piktura dhe të tjerët të shifnin e të bënin. Jo më po unë e dija që qarë po bëja. Dhe sot po të them prapë, 100 herë të kthehem mbrapa, 100 herë e bëj këtë gjë, pavarësisht rezervave që mund të kem për një rast tjetër, pavarësisht lajfitjeve që janë pjesë e një procesi rritjeje të një institucioni, të disa institucioneve që janë të reja fare. 5 vjeç, 6 vjeç institucione. Ndërkohë që bota institucionet i ka me 200, 300 e 500 vjeç, e 1000 vjeç. Kështu që mua mos më trego, të lutem, se me që flet për muajin Ramazani edhe tu pranoft agjërimi, mos përdor profetin, mos përdor muajin e Ramazanit për të mallkuar e për t'i uruar vdekjen të tjerëve, se futesh në problematika që unë personalisht nuk do doja të hyja. Dhe duke qenë besimtar, ti du ta kuptosh edhe më mirë këtë që po të them. Dakord? Kështu që aja vlen votoj pa e ditur nëse vota ime do shkoj do shkoj atje ku duhet. Tani nuk e di ç'do me thënë pa e ditur nëse vota ime do shkoj atje ku duhet, sepse vota atje ku duhet, atje ku e çon, atje shkon, edhe këto prallat me manipulime dhe me përmbysje të vullnetit popullor nga dita janë prallat e humbsave kronik, kanë humbur dhe do të vazhdojnë të humbin edhe për këtë arsye, që nuk duan të përballen me realitetin e humbsit. Kur ndodh që ti humbet një palë zgjedhje, dhe më ka ndodhur mua në 2009, edhe pse me një përqindje më pak se 1%, edhe pse zgjedhje me shumë llumë brenda, po gjithsesi në fund të ditës humbëm zgjedhjet, nuk i fituam, më saktë. Dhe nxorëm mësime, zgjedhje fituam zgjedhjet e 2011 në Tiranë, me 10 vota. Na i morëm, nxorëm mësime. Dhe nxorëm mësime dhe ndërtuam një makineri fitore që është e pathyeshme. Partia Socialiste është e pathyeshme, nuk është e pamundur ta thyesh, sepse ne punojmë për ditë. Është një makinë që punon për ditë. Pra, nuk flas për qeverinë, flas për Partinë Socialiste. Juve i keni parë, kush i ka parë, kush ka pasur mendjen ndjekin, ne mbas zgjedhjeve fillojmë një herë punën për zgjedhjet e tjera. Makineria jonë është una gioiosa macchina da guerra, thonë italianët. Kështu që nuk ka nga këto. Ti do votosh aty ku do dëshirosh të votosh, nëse je jashtë shtetit, nga jashtë e post, nëse je brenda këtu, dhe do votosh për këdo. Por unë ti të them një gjë ama, për herë të parë, qysh se ne kemi hyrë në procesin e materializimit të asaj ëndrës madhe që u shpreh me atë thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa, për herë të parë, na ndodh që të kemi një përputhje të të dyjave, të rrethanave tona të brendshme dhe të kësaj ëndre me rrethanat e brendshme të Europës dhe me vullnetin e tyre për të na marrë brenda. Pra, kur Europa ishte më e hapur ndaj zgjerimit, ne ishim kërkund. Kur ne filluam të bëhemi më të pranueshëm, ata humbën dëshirën për zgjerimin. Dhe në këtë moment
janë përputhur gjërat. Dhe si janë përputhur? Janë përputhur, po t'jap një shembull shumë të thjeshtë. Ne ulëm në Tryezë dhe filluam të negocojmë konkretisht pasi bëm procesin screening vjet në gjysmën e dytë të vitit vjeçëm. Dhe na është dhënë dhe kemi rënë dakord për një kornizë që t'i mbyllim negociatat në 2027, që i bie 2027, për gjysma e dytë, i bie më pak se 3 vjet. Nuk i ka ndodhur asnjë vendi tjetër. Kroacisë i ndashur 7 vite që ka shkëlqyer në atë punë. Nuk i kanë Malizi ka vite e vite që është në këtë proces. Dhe kjo pse? Sepse janë përputhur të dyja. Është përputhur rritja e besueshmërisë tonë, rritja e respektit ndaj nesh, fal punës që ne bëjmë, me nevojën e tyre për të zgjeruar Bashkimin Evropian dhe për të dhënë një sinjal shumë fort që po shkojmë drejt një riunifikimi të Evropës. Dhe përsëri në mars, ne do të hapim grup kapituj të tjerë zyrtarisht të negociatave. Tani, ky proces është një proces ku kemi 1000 vetë